3 ditë para mbylljes së afatit ligjor, VMRO i bën thirrje LSDM-s, Levicës e BDI-s du të heqin bllokadën ndaj kodit zgjedhor. LSDM vlerëson se në VMRO kanë frikë nëse vendi bëhet pjesë e BE sepse nuk duan gjyqësor të pavarur. BDI njofton ambasadat për ato që i cilëson si mjete mesjetare të pushtetit kundër protestave në Tetov. Vlen thekson se BDI nuk mund të flasë në emër të shqiptarëve. Dëron jetë senatori amerikan që mbështeste fushatën gjenocidale të Izraelit kundër Palestinës. Shëndetje, shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Partia në pushtet i ka bërë thirrje partive opozitare që të heqë bllokadën ndaj procedurës parlamentare për miratimin e ndryshimeve në kodin zgjedhor. VMRO-ja e ndjen përgjegjësinë e kësaj pike, ndërsa kanë mbetur edhe 3 ditë afat për të përmbushur këtë pikë, që është e 10-ta në kuadër të agjendës reformuese në kuadër të kushteve që kërkohen për antarësimin në Bashkimin Evropian. Kalimi këtyre ndryshimeve është stopuar në komisionet parlamentare, pasi partitë opozitare LSDM e Levica kanë dërguar mira amandamente për shqyrtim. Vetëm 3 ditë ka mbetur deri në skadimin e afatit për përmbushjen e pikës së 10 të agjendës reformuese, e cila parasheh miratimin e kodit të ri zgjedhor. Megjithatë, procesi mbetet i bllokuar për shkak të mosmarrëveshjeve politike mes pushtetit dhe opozitës. VMRO-DPMN akuzoi opozitën të udhëhequr nga LSDM-ja, Levica dhe BDI-ja se kanë bllokuar procesin për miratimin e kodit të ri zgjedhor dhe se nuk po angazhohet për rregulla më të mira zgjedhore, por që ligji të mos miratohet fare. Zëdhënësi i partisë Valentin Manasjevski deklaroi se pas një periudhe të gjatë, kishte ekzistuar një mundësi reale që kodi i ri zgjedhor të miratojë me një konsensus të gjerë politik. Sipas tij, për muaj me radhë, të gjitha partitë politike kanë marrë pjesë në bisedime, duke harmonizuar tekstet, pranuar propozime dhe kërkuar një zgjidhje të pranueshme për të gjitha palët. Në vend që Maqedonia të tregonte pjekuri politike dhe të dërgonte mesazhin se ligjet më të rëndësishme mund të miratohen përmes marrëveshjes, opozita zgjodhi përballjen dhe kalkulimet e politikës ditore. VMRO-DPMN mbetet edhe më tej në qëndrimin se opozita duhet të ulet dhe të dakordohet për atë që kërkon, ndërsa ne do të pranojmë më njëherë një marrëveshje të tillë me qëllim që të lehtësohet procesi i votimit të diasporës. Manasjevski tha se në momentin kur marrëveshja duhet të finalizohej, LSDM-ja, Levica dhe BDI-ja u tërhoqën nga procesi dhe bllokuan përfundimin e tij. Nga VMRO-DPMN vlerësuan se përgjegjësia për mosmiratimin e kodit të ri zgjedhor dhe për mundësinë që zgjedhjet e ardhshme të mbahen sipas ligjit aktual bie ekskluzivisht mbi opozitën. Ndërkohë, qëndrimi i LSDM-s është se ata nuk janë kundër reformave zgjedhore, por se duan që të parandalojnë krijimin e mekanizmave për manipulime zgjedhore. Kujtojmë se partitë opozitare, LSDM dhe Levica e kanë bllokuar miratimin e kodit zgjedhor me mira amandamente. Nëse ndryshimet nuk miraton brenda afatit, vendi rrezikon të humbas 4 milion euro nga fondet e Bashkimit Evropian të parapara në kuadër të agjendës reformuese. Ndërsa VMRO-ja akuzon LSDM-n për bllokimin e kodit zgjedhor dhe kështu edhe bllokimin e një prej kritereve të kërkuara nga BE-ja. Partia më e madhe opozitare maqedonese vlerëson se Mickoski pranoi se ai dhe organizatat e tij kriminale sipas LSDM-s nuk duan që vendi të bëhet antar i Bashkimit Evropian. Nuk duan sepse kanë frikë nga ajo që sjell Evropa, gjyqësor të pavarur, prokurori publike evropiane dhe përgjegjësi për të gjithë ata që e kanë plaçkitur dhe shkatruar shtetin, ka deklaruar zëdhënësja e partisë opozitare. Duke ju referuar deklaratës së një ditë më parë të kryeministit Christian Mickoski, i cili tha se qeveria mbetet në qëndrimin se nuk do të pranojë ndryshime kushtetuese pa garanci dhe pa kushte të qarta për vazhdimin e procesit eurointegrues. Zëdhënësja e LSDM-s Bogdan Kuzeska akuzoi Mickoskin se po heqi dorë nga perspektiva europiane e vendit dhe po e çon Maqedoninë e Veriut të drejt izolimit. Ajo ka vlerësuar se qeveria nuk ka vullnet për të zbatuar reformat e nevojshme për antarësim në Bashkimin Evropian. Christian Mickoski
Mickoski pranoi se ai dhe organizata e tij kriminale VMRO-DPMN nuk duan që Maqedonia të bëhen antare e Bashkimit Evropian, jo sepse nuk besojnë në Evropë, por sepse kanë frikë nga ajo që sjell Evropa, gjyqësor të pavarur, prokurori publike evropiane dhe përgjegjësi për të gjithë ata që e kanë plaçkitur dhe shkatëruar shtetin. Pikërisht, kjo e frikson Mickoskin, nuk do të mund të kurdis më tender partijak, marrëveshje milionëshe me kompani të afërta dhe keq përdorim të parave të buxhetit, nuk do të mund të vazhdoj të vjedhin parat e qytetarëve. Sipas saj, qytetarët e duan anëtarësimin në Bashkimin Evropian sepse, siç tha, kjo nënkupton standard më të mirë jetese, ekonomi më të fortë, investime të huaja, qasje në tregun evropian dhe mundësi më të mëdha zhvillimi për të rinjët. Evropa nënkupton arsim cilësor sipas standardeve evropiane, programe zhvillimore për studentët dhe mundësi reale që të ndërtojnë të ardhmen në vend e jo të detyrohen të blejnë bilet vetëm për një drejtim. Evropa nënkupton qasje në fondet zhvillimore evropiane në vend të borxheve, ndërsa për qeverinë e Mickoskit, Evropa do të thotë fund i tenderave kriminal, fund i pandëshkueshmërisë dhe vendosje e përgjegjësisë, pikërisht prej asaj së cilës ata ikin. Kuzeska vlerësoi se Mickoski erdhi në pushtet me premtime që nuk i përmbushi edhe sot. Në vend të reformave tha se po kërkon justifikime. BDI-ja bëri të ditur se ka njoftuar të gjitha ambasadat e huaja për ato që i ka cilësuar si metoda mesjetare të përdorura nga Komuna e Tetovës për të neutralizuar efektin e protestës së mbajtur dje në këtë qytet për emrat e rrugëve. Kryetari i Degës së Bashkimit Demokratik për Integrim në Tetovë, Bajram Rexhepi, deklaroi se shfrytëzimi i autoritetit dhe resurseve të pushtetit lokal për të mbivendosur një aktivitet tjetër mbi një protestë qytetare krijon edhe një rrezik serioz për sigurinë publike. Ka reaguar Partia Vlen, e cila thekson se koha kur BDI besonte se mund të fliste në emër të gjithë shqiptarëve ka përfunduar. Një ditë pas protestës të mbajtur në Tetovë për emrat e rrugëve, kryetari i Degës së Bashkimit Demokratik për Integrim në Tetovë, Bajram Rexhepi, ka njoftuar se mbrëm u ka dërguar një shkresë misioni të OSBE-s në Shkup dhe ambasadave të shteteve mike të akredituara në Republikën e Maqedonisë së Veriut, duke informuar për veprimet e komunës së Tetovës që kanë ndikuar në organizimin e protestës qytetare të 11 korrikut. Ai akuzon komunën e Tetovës se ka përdorur, siç tha, metoda mesjetare për të penguar protestën dhe për të nxitur incidente. Ai tha se në të njëjtin vend dhe në të njëjtën kohë, Komuna e Tetovës vetëm një ditë para protestës njoftoi organizimin e një aktiviteti tjetër, ndërsa tha se për protestën janë informuar organet kompetente një javë më parë. E konsiderojmë këtë qasje si një veprim të papranueshëm dhe të papajtueshëm me kulturën politike demokratike, shfrytëzimi i autoritetit dhe i resurseve të pushtetit lokal për të mbivendosur një aktivitet tjetër mbi një protestë qytetare, përbën një formë presioni institucional dhe një përpjekje për ta kufizuar në praktik lirinë e tubimit dhe të shprehjes. Për te i dimenzionit politik, ky veprim krijon edhe një rrezik serioz për sigurinë publike. Për këtë kanë reaguar edhe nga Partia Vlen, të cilët e udhëheqin komunën. Ata theksojnë se pretendimet e BDI-s për pengimin e protestës janë edhe një përpjekje për të mbuluar realitetin. Sipas tyre, BDI nuk arrin më të mobilizojë qytetarët si dikur dhe kërkon alibi për dështimin e tyre politik. BDI duhet ta kuptojë se Tetova nuk është pronë e askujt. Koha kur kjo parti besonte se mund të fliste në emër të gjithë shqiptarëve ka përfunduar. Qytetarët kanë zgjedhur ndryshimin dhe nuk do të kthehen pas. Sa më shumë që BDI organizon protesta për të shpëtuar veten, aq më shumë dëshmon se nuk ka më as vizion, as besueshmëri dhe as përgjigje për dështimet e saj. Nga Vlen theksojnë se BDI protestoi për privilegjet e humbura e jo për Tetovën, ndërsa shtojnë se ata mbeten të përkushtuar që çështja e emrave të rrugëve në Tetovë të zgjidhet në mënyrë ligjore, institucionale dhe në interes të qytetarëve. Ish kryeministri Nikola Gruevski ka mohuar në rrjetet sociale se apartamentet e sekuestruara në rastin parcelat në Vodno janë të tijat. Ai thotë se e gjithë kjo është pjesë e një gjyqi të montuar politik të motivuar nga ish kryeministri Zoran Zaev.
Her pas here, të njëjtat media publikojnë tituj dhe artikuj se gjoja apartamentet e mia janë sekuestruar dhe janë në shitje. Dhe her pas here, jam i detyruar të mohoj. Fatkeqësisht, sot Zoran Zaev, duke investuar parat e tij të përvetësuara në Dubai, Taxhikistan, Zvicër, Greqi dhe vende të tjera, anë mban botës dhe her pas here duke pushuar në jat luksoz në Greqi, ende nuk i ndjen pasojat e krimeve të tij jo vetëm kundër meje, por edhe kundër Republikës së Maqedonisë dhe maqedonasve, ka shkruar ai. Kujtojmë se ditë më parë u bë publik informacioni se pronat e Gruevskit do të dalin në shitje në një ankant publik. Në Strug është mbajtur mbledhja e parë konstituive për bërjes së re të kuvendit të lidhjes shqiptare. Kuvendi zgjodhi kryesinë e re të partisë, po ashtu vendos që të lihen vendet të paplotësuara, të cilët pritet të plotësohen pas konsolidimit të strukturave lokale. Në Strug është mbajtur mbledhja e parë konstituive e përbërjes së re të kuvendit të lidhjes shqiptare, gjatë së cilës janë shqyrtuar edhe disa pika të tjera të rendit të ditës. Me shumicë absolute, kuvendi zgjodhi kryesinë e re të partisë, po ashtu u vendos që të lihen vendet të paplotësuara të cilat pritet të plotësohen pas konsolidimit të strukturave lokale dhe sistemimit të prurjeve të reja. Antarët e kryesisë së lidhjes shqiptare u zgjodhën Elmi Aziri, Driton Nebiu, Izeir Mehmedi, Naim Bajrami, Ismail Ibishi, Zulfi Adili, Ilire Dauti, Vjollcë Berisha, Adnan Neziri, Berat Jakupi, Artina Qazimi, Arben Zeqiri, Remzi Mehmeti, Tiron Jajaga, Ilirian Fetau, Premtime Zylali, Arsim Dalipi, Halit Ferati, Bujar Bajrami e Bekim Tateshi. Ndërkaq për kryetari kuvendit të partisë me mbështetje absolute të kuvendarëve u zgjodh deputeti Elmi Aziri. Kuvendi po ashtu solli vendim për ristrukturimin e degëve të partisë, mbajtjen e kuvendeve dhe zgjedhjen e kryesisë dhe kryetarëve të degëve. Në mbledhjen e parë të kuvendit është diskutuar edhe për situatën aktuale politike, ku kryetari Ziadin Sela elaboroi rreth zhvillimeve politike si dhe pozicionin dhe veprimet e lidhjes shqiptare. Kryetari Sela ka shprehur shqetësimin e tij për situatën e rënduar politike, degradimin e shqiptarëve dhe të drejtave kombëtare. Para kuvendarëve, Sela ka theksuar se lidhja shqiptare do të mbetet në qëndrimet e fuqishme për mbrojtjen e kauzës kombëtare dhe se do të kundërshtojnë çdo vendim që shkon në dëm të shqiptarëve. Ai sqaroi se e kaluara e tyre si Aleancë për Shqiptarët dhe lidhja shqiptare nuk do të pranojë asnjëherë joshjen, nënshtrimin dhe kalkulimet për interesa të ngushta personale, në dëm të interesave kolektive të shqiptarëve në vend, sipas tij duke ruajtur autonominë e subjektit. Autoritetet kanë arritur që të shpëtojnë një turist rumun i cili kishte humbur gjatë një shëtitje në Matk. Qendra e menaxhimit të krizave njoftoi se shtetasi rumun është gjetur në gjendje të mirë shëndetësore, por ishte i çorientuar dhe i friksuar. Pas një operacioni prej 6 orësh të koordinuar mes institucioneve, është gjetur shtetasi rumun, i cili në ora 21 të mbrëmjes së kaluar u raportua si i humbur në malin e Matkës. Sipas qendrës së menaxhimit të krizave, shtetasi rumun është gjetur në gjendje të mirë shëndetësore, por i çorientuar dhe i friksuar. Në ora 21:55 përmes numrit unik për thirrje emergjente 112 në qendrën për menaxhim me kriza u pranua një thirrje nga një shtetas rumun i cili ishte humbur gjatë lëvizjes së pavarur në rajonin e Matkës në afërsi të shpellës Vrello në territorin e komunës së Sarajit. Përmes komunikimit të vazhdueshëm me personin e humbur, kanë arritur ta përcaktojnë vendodhjen e tij të përafërt bazuar në koordinatat dhe të dhënat e marra nga thirrja në numrin 112. Ndërkohë, Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim informon se sot është raportuar për zjarr pranë zonës Pirin Qeshma në Vallandov. Shërbimi shtetëror i zjarfikësve thonë se ekipet e njësisë territoriale të zjarfikësve të Vallandovës po ndërhyjnë në vend ngjarje dhe se ata janë ende në terren në përpjekje për të lokalizuar plotësisht zjarrin. Nga komuna e Vallandovës thuhet se sipas gjetjeve fillestare nuk bëhet fjalë për shkak të një zjarri të shkaktuar aksidentalisht, por për një person që e njeh mirë terrenin dhe zgjedh vende ku ekipet e zjarfikësve kanë më shumë vështirësi të ndërhyjnë. Policia ka njoftuar për një përleshje me armë të ftohta ndërmjet disa të miturve në Saraj. Policët kanë ndaluar sot 16 vjeçarin i cili kishte nisur incidentin duke e therrur me thik një 14 vjeçar me të cilin kishte pasur një zënk paraprakisht.
Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se në fshatin Saraj të Shkupit, pas një zënke paraprake ka pasur një përleshje fizike mes një të mituri 14 vjeçar dhe një të mituri tjetër 16 vjeç. Policia ka dhënë detajet e incidentit duke shpjeguar se 14 vjeçari dhe një mitur tjetër 16 vjeçar janë takuar fillimisht para një dyqani. Më pas, 16 vjeçari e ka sulmuar 14 vjeçarin me një mjet të mprehtë, duke i shkaktuar lëndime të rënda trupore. Ky i është përgjigjur me një mjet të fortë duke i shkaktuar gjithashtu lëndime. Pas një kohë të shkurtër, para një objekti tregtar, 14 vjeçari është takuar me një të mitru 16 vjeçar, i cili e ka sulmuar me një mjet të mprehtë, duke i shkaktuar lëndime të rënda trupore, ndërsa 14 vjeçari është kundërpërgjigjur me një mjet të fortë, duke i shkaktuar gjithashtu lëndim. Ndërkohë, MPB-ja ka theksuar se sot i mituri 16 vjeçar është privuar nga liria nga nënpunës policor. Është zhvilluar bisedë zyrtare në stacionin policor në prani të prindit dhe avokatit. Pas dokumentimit të plotë të rastit, do të parashtrohet kallëzim penal për katës. Parlamenti Evropian ka kërkuar nga Serbia normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, duke theksuar se përparimi i saj drejt antarësimit në Bashkimin Evropian varet nga reformat në sundimin e ligjit dhe respektimin e standardeve demokratike. Serbia duhet të tregojë angazhim të vërtetë ndaj vlerave të Bashkimit Evropian. Përparimi drejt antarësimit në BE është i mundur vetëm përmes reformave në sundimin e ligjit dhe forcimit të standardeve demokratike. Serbia duhet të normalizojë marrëdhëniet me Kosovën. Për zgjidhjen e krizës politike nevojitet zgjedhje të lira dhe të ndershme, ka theksuar në njoftimin e Parlamentit Evropian. Trafiku nëpërmjet ngushticës së Hormuzit është reduktuar sërish në minimum pasi Irani pretendoi të dielën se kishte mbyllur rrugën ujore me rëndësi etike. Garda revolucionare e Iranit tha herët të dielën se ngushtica ishte mbyllur pasi forcat e saj qelluan me një të shtënë paralajmëruese ndaj një anije, për të cilën thanë se po përpiqej të përdorte një rrugë të paautorizuar për të kaluar nëpër këtë rrugë ujore. Që atëherë shumë pak anije përveç një numri të vogël anijesh me flamur iranian kanë kaluar përmes kësaj pike strategjike, ndërsa qendra e përbashkët të informacionit detale, cila mbikëqyret nga Marina e SBA-s, tha se rruga jugore përmes ngushticës së Hormuzit, e cila ndjek vijën bregdetare të Omanit, mbetet e hapur për qarkullim në të dy drejtimet, por lëvizja mbetet e kufizuar pavarësisht këtij njoftimi dhe paralajmërimit të Iranit tashmë po shkakton pasoja në mbar rajonin. Senatori Amerikan Graham, një nga zërat me më ndikim në Partinë Republikane në politikën e jashtme, ka vdekur në moshën 71 vjeçare me 11 korrik. Në qarqet politike, Graham njihej si gjërësisht si një ndër zërat më të fuqishëm dhe mbështetësit më të vendosur të Izraelit në Senatin e Shteteve të Bashkuara. Është e njohur një deklaratë televizive ku ai e inkurajon të Izraelin që të përdorte edhe armën bërthamore për të zgjidhur përgjithmonë çështjen palestineze, term që përdoret gjërësisht nga mbështetësit e fushatës gjenocidale kundër Palestinës, duke qëndruar gjithmonë krah Izraelit në momentet e tij më sfiduese. Ai gëzonte respektin e autoriteteve izraelite. Gjatë viteve të fundit të karrierës së tij, Graham u shfaq si një nga avokuesit më të fuqishëm të mbështetjes ushtarake për Ukrainën. Një person është vrarë dhe 3 të tjerë janë plagosur, përfshirë edhe një fëmijë gjatë sulmeve ukrainase me dron në rajonin e Samaras të Rusisë, ndërtesa banimi dhe një objekt industrial u dëmtuan nga sulmet. Shtabi i përgjithshëm i Ukrainës e konfirmoi sulmin, duke thënë se në rafineri ka pasur shpërthime dhe zjarre. Ai gjithashtu pretendoi se sulmet me dron goditën 10 cisterna nafte dhe 4 trekate në detin Azov. Ushtria ruse njoftoi të dielën në mëngjes se ka rrëzuar 349 dronë Ukrainës gjatë natës, teksa ditëve në të fundit palët kanë intensifikuar sulmet ndaj njëra tjetrës. Ky ishte lajmi i fundit për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.